Medita, nëse do të përmend vitin 1999, sa njerëz në këtë auditor nuk do të mendojnë për luftën në Kosovë dhe për Kosovën? Sa prej nesh nuk do të mendojmë se ku ishim dhe çfarë bënim atëherë? Në pranverën e 1999-s, telefonat e organizatës Press Now binin pa pushim. Punoja atje që pas krizës piramidave në Shqipëri dhe si gjithë kolegët e mi, e ndishja me shqetësim dramën kosovare. Në mars rekordi telefonatave në një ditë kapi numrin 80. Më duke sikur ditë të javës nuk do na mjaftonin për të dhënë përgjigje politikanëve, gazetarëve, qytetarëve holandez të angazhuar apo ish jugoslav që jetonin në Holland, të cilët donin të dinin më shumë për Kosovën, për mundësinë për të ndihmuar, për kanalet e informimit rreth luftës që po shpalosej dhe po merrte përsëri jetë njerëzish në Ballkan. Shqetësimet e diskutimet e nxehta për ndërhyrjen e NATO-s, për rolin e UÇK-s, për eksodin e një populli të tërë, për bombardimin e RTS-s në Beograd, për përdorimin e cluster bombs, për njerëzit e zhdukur, për refugjatët që flinin në tenda plasmasi apo në pallatin e sportit në Tiranë, mbarteshin dhe në shtëpinë time në Amsterdam. Shpesh atëherë kur pritej që të merr një anë, jam përpjekur të mos shtyhem nga patriotizmi, por nga shqetësimi për jetën e njerëzve që jetonin në Kosovë. Sepse nuk isha dhe nuk kam përse ta dua Kosovën si vend pa njerëz. Dhe njerëzit që njihja, shumica ishin kosovar dhe ish jugoslav, të cilët i bashkonte një gjë: dëshira për të mos shkatruar me luftë, por për të negociuar me një bish me të cilën në fakt nuk mund të negociojë. Bishën me shumë koka, nacionalizmin. Në pranverën e 99-s, lufta në Kosovë nuk mund shmangaj. Meqense emri dhe mbiemri im mbajnë erë vetëm shqip, Kosovën nuk mund ta vizitoja përpara luftës, sepse nuk më jepnin vizë. Poezinë e parë për të e kam shkruar pasi erdha këtu në shtator të 99-s. Po ja recitoj. Kosovë 1999. Në kartën e menus të hanit të 2 Robertëve, sallatën ruse e kam pagzuar me emrin sallat franceze. Të dyjave u mungohen perimet dhe majoneza. Ndërkohë rusët kanë kapur Mitrovicën. Ndërkohë rusët kanë kapur aeroportin, francezët Mitrovicën. Djemë të ri të ardhur nga fshati më hapin rrugën të arrit e Banakujt parës diskotek të pas luftës në qytet. Gjaketat kurizeza prej lëkure, të thara me tymin e shtëpive të djegura, nuk do të mund të varen pas dyrëve asonte. Kamarier, le ta festojmë fitoren. Në tabelën e pijeve është shkruar si në keqe shkrojnë: përgatisim koktejl Molotov. Lindja e Kosovës është një lindje e vështirë, ishte një lindje e vështirë. Shpesh shteti i ri është krahasuar me një fëmijë posalindur, newborn. Ndryshe nga individi, shteti i Kosovës është një konstruksion e një komuniteti të imagjinuar, i cili mund të reflektojë, të ndryshojë, të vetë rregullohet e të përfshi gjithëkënd që jeton këtu. Në këtë mënyrë, Kosova që fitoi luftën nuk e humb paqen. Po i kthejmë vitit 1999, ngjarjet e cilët përcaktuan fatin e shumë njerëzve në Kosovë. Për mua 1999 është viti i luftës në Kosovë, por dhe viti i lindjes së tim biri Lucios, historinë e cilit dua ta ndaj me ju sot. E gjithë familja jone dëshironte ardhjen e tij në këtë botë. Për të vllajën Andrean, 99 ishte viti më i lumtur i jetës vet. Unë ndjesha e përgatitur dhe me eksperiencë. Në shenjë dashurie, uniteti e vazhdimësie, i dhuruam 4 emra: Lucio Albert Chavez Shala. Po çfarë prisnim dhe çfarë ndodhi? Lucio i vogël nuk do të zhvillohej si fëmijët e tjerë. Nuk do të reagonte si ata, nuk do të belbzonte e më vonë fliste si ata. Në faza të ndryshme të rritjes tij, kuptuam që Lucio i vërtet nuk do t'i përngjante as pak atij fëmijës së ndërruar. Ai do të mbetej një fëmijë i përjetshëm, i cili me ekzistencën e tij të kondicionuar ka arritur na ndryshojë ne. Mënyrën se si e shikojmë veten dhe botën, mënyrën e komunikimit, shpesh dhe në emër të tij. Imat, kur mori vesh që Lucio vogël nuk ishte ai fëmia i ndërruar, me lot në sy tha: "E po mirë, do të rritet ashtu, me të tjerët, mes tyre." Sikur po përpiqej të jepte një vend këtij fëmije dështak e të pazakont, sikur po përpiqej ta zvoglonte dëmin, dhimbjen, problemin me cilin do të ballafaqoheshim të gjithë ne.
Ndoshta ashtu si kanë bërë njerëzit në shekuj me radhë, kur kanë pasur në mes tyre një fëmijë ndryshe. Familjarët janë përpjekur t'ja mbulojnë të metat, cenet, ta bëjnë të padukshëm, duke mos e nxjerrë as për jashta që ta shikoj bota. Se bota është e egër dhe e vrasht. Ekzistenca e këtyre fëmijëve është aq e varur dhe në mshirë të tjerëve, sa nuk ka asgjë që t'ja vlej të vihet në pa. E shumta që mund të bëj e të pritet nga një xhuxh në qytet apo një budalla në fshat, është që të dëfrej shikuesit në cirk, në kafe apo kalimtarët e rrugës. Fjalët e Timeti me të tjerët, mes tyre, shprehin një dëshirë për ta parë Lucion në Tufës, në Lëndin, ku ai mund të lodronte si qinj, i shkujdesur, i paditur, pa sens rreziku, i pa zë, i padukshëm ose më mirë i padallueshëm, gjithë besim në mirësinë e njerëzisë. Për mua të qenit e të mbeturit nënë e re do të kthehej në një gjendje të përhershme. Gjendja ime do t'i përngjante asajt Rozafës, nusës së re, e cila sipas balladës Murimit i dha emrin kështjellës Shkodrës. Pa dashje isha kthyer në një Rozaf, e cila kur të tjerët vendosin ta sakrifikojnë e ta amorosin, kërkon që t'i lën lashtë një gji që të ushqej foshnjën e saj, një këmbë që të përkun djepin, një krah që ta mbaj, një sy që ta shikoj të rritet e të bëhet burr, një vesh që t'ja dëgjoj zërin. Çfarë ndodh në realitet? Mirë se unë numërosa në kohë dhe mbeta një nënë e re, por biri im nuk po rritet, aq sa të ketë nevojë, mos ketë nevojë për përkundje dhe krah që ta mbajnë, për qumësh nëne, për sy e vesh që ta shikojnë në çdo hap që bën. Ai mbetet fëmijë i parritur, i pazëshëm. Në vitet që pasuan, shqetësimi dhe angazhimi për shëndetin dhe zhvillimin e Lucios mori përmaset e një projekti gjigantesk. Telefonatat dhe takimet me doktor, terapist, edukator, prindër të fëmijëve si Lucio, thyen çdo rekord dhe ja kaluan projekteve e angazhimeve me Kosovën, Shqipërinë e Ballkanin. Atëherë shkruajta: ditët janë të mbushura me takime ku veç zemra flet. Gojën e kam të nxehtë, po më shpërthen një dhëmb. Jati Lucios, Danieli, pasi lexoi gjithë literaturën përkatëse për fëmijët me zhvillim të vonuar, me tmeta fizike e mendore, fëmijët e veçantë, të talentuar, fëmijët autist, me sindrome, me deviacione gjenetike, pasi ura dyrëve të disa doktorëve në disa kontinente mori aratin. As ai as unë nuk e pranonim dot që ëndra të ishte bërë gjendër. U deshën shumë muaj e vite që Danieli të gjente rrugën e kthimit si një flutur që guxon të kthehet te drita, megjithëse janë djegur krahët. Lucion shqip do të thotë mbartës i dritës. Vllai Lucios, Andrea, jetonte e rritej në mes një stuhie. Prej tij pritej të ishte plot mirëkuptim, i dhimbshur, i dëgjueshëm, i kujdesshëm. Të njëjtët sy të dëshpëruar e të tmerruar do të përqendroheshin tani tek ai. Do të prisnin vetëm arritje prej tij, jo vetëm për vete, por edhe në emër të vllait. Ati nuk duhet të rrëshqiste këmba, se gabimi paguaj. Deri këtu kjo histori, dramë familjare me katalizator Lucion, ndoshta nuk ja vlen të ndahet me të tjerë. Në botë ka shumë dramë. Drami individësh të palumtur, të pangopur, të vetmuar, familjesh të prishura, fëmijësh të keq trajtuar, fëmijësh që rriten në luftë, jetimësh që bëhen burra e gra para kohe. Atëherë pse ja vlen të fokusohemi për disa çaste te ky fëmijë që rritet në trup, po mbetet fëmijë në mendje, që nuk arrin të flasë, të thotë nën, bab, ujë, buk, krip, zemër, te ky fëmijë i cili shumë herë përshkruhet si autist sepse kënaqet me pak. Për disa arsye. Së pari, Lucio na sfidoi ne si individ dhe familjen tonë si qelis. Ai sfidoi sistemin e vlerave, mënyrën e komunikimit, pranimin e tjetrit dhe të variacionit, dijen tonë për njeriun dhe llojin, të mësuarin me heshtjen e vetmin, skalitjen e durimit, perceptimin e të bukurës. E shprehur ndryshe në këto vargje. Dhoma e bardhë. Një ditë nëntori dhomën e lyem të bardhë dhe pritëm të ulur këmbkryq në mes të saj. Pritëm që të na vije re, në mungesë të çdo sendi tjetër. Nuk donim të ta bënim të vështirë zgjedhjen. Jashtë ishte bota, këtu brenda ne. Ne si personifikim i asaj që meriton të llogaritet. Pas dere lam zogjt, ngjyrat, tingujt dhe u bëm njësh me muret, dyshemen e tavanin. Transparent si letrat plastike, të lehtë si pupla, të papesh.
flok, pa gjymtyr, të pa gojë, kokë këputur, pa qërpik, u pusitëm, u ngjitëm, humbën mendime dhe pritëm. Ti erdhe, na preke let ashtu siç mund të preket një mur, i lyer me të bardhë, pak i çuditur nga heshtja dhe mungesa, i rrethuar nga një zhanër i ri monolit. Pastaj lehtësuar buzëqeshe. Me gishtin tregues fillove të gërmosh lehtë në vendin ku nuk ishim ngjitur mirë. Na ndave më dysh, në tresh, na bëre me duar e flok, na dhe goje sy, prite që të flisnim, secilin gjuhën e vet. Tinguj tan u përlyen me dëshpërimin dhe lodhjen e ditës. Natën këndon vetëm ti, si lauresh. Së dyti dhe mbi të gjitha, Lucio na bëri me një familje 3, të pasakont, një familje me 4 gjyshër dhe 3 gjyshe, 4 prindër dhe një vlla. E kam fjalën këtu për takimin me 2 njerëz të mirë, të cilët ndryshe nga ne, nuk prisin asgjë prej Lucios, asgjë prej nesh. E kam fjalën për Mariusin dhe Gerin, miq tanë në Amsterdam. Ata duke besuar në vlera njerëzore si humanizmi, ndihma për atë që ka nevojë, solidariteti e dashuria për të pambrojturin, na dolën krah për të përballuar këtë sfidë të madhe. Ata janë përkushtuar rritjes e mbarvajtjes së Lucios dhe gjithë familjes tonë dhe e bën atë Lucion, atë të papërkryerin, pjesë të jetës tyre. Me Mariusin dhe Gerin kemi ndarë gjithçka, përveç pritjes dhe dëshirës fillestare të një fëmije pa probleme. Me ta kemi ndarë shqetësimin për shëndetin e Lucios dhe intensitetin e vizitave të mjekët, të dentistët, të terapistët. Me ta ndam shpresën dhe dëshirën që ky Lucio i vërteti, i pa dëshiruari, do të mundësinte vendin e vet në jetën tonë, jo vetëm me dhunë, jo vetëm për faktin që ishte aty dhe nuk ishte pse të kërkonim një Lucio tjetër, por sepse gjatë këtij udhtimi ne të gjithë kemi arritur në një pikë, të pranonim e donim këtë Lucion e vërtet. Dhe nëse shkollat e kopshtet ekzistuese nuk ishin të përshtatshme për të e për fëmijë si ai, atëherë le të krijojmë një shkollë ku mund të edukojmë fëmijë si Lucio. Dhe ashtu u bë. Mariusi i specializuar të punojë me fëmijë me nevoja të veçanta vendosi të krijojë shkollën e tij, që tërhoqi edhe fëmijë të tjerë, të cilët nuk mund të shkojnë në shkolla normale. Për ne prindrit, gjëja më e çmuar ishte kujdesi dhe metoda e punës të edukatorëve. Për Lucion dhe shokët e tij ishte kontakti e komunikimi me disë tyre. Në mëngjes Lucio niset për në shkollë, shende verë, a thua se po shkon me pushime. Përvoja e shkollës dhe punës Mariusit ka qenë shumë e vlefshme, jo vetëm për ne. Ai ka ndihmuar direkt familje me fëmijë me nevoja të veçanta në shumë qytete të tjera të Hollandës, në Afrikën e Jugut, në Angli, madje edhe në Shqipëri. Së treti, tek vraponim lart e poshtë, nëpër spitale, qendra terapie, në kërkim të kopsheve dhe shkollave, të përshtatshme për fëmijë si Lucio, djali i madh Andrea më thoshte: "Mos u mërzit mam, po sikur të kishe një fëmijë të tillë në Bangladesh, e të mos e kuronje dot, si do të ndiheshe?" Teknologjia ekziston, por ajo ka një çmim të cilin nuk e paguajnë dot shumë prindër nevojtar në botë. Dhe ne nuk do të mund t'i paguanim gjithë to shërbime, kurime, vizita, terapi, nëse shteti holandez nuk do të subvenciononte shumicën e kostove. Fala rritjeve të mjekësisë, një fëmijë mbahet një jetë me një përshpejtues në zemër. Dhe sigurisht falë të qenit një vend qytetëruar si Holanda, e cila njihet për politika shtetërore sociale. Së katërti, po cili është çmimi i një jete të transformuar dhe deformuar familjare? Cili është çmimi i vendimit ton për ta mbajtur Lucion gjallë duke sfiduar natyrën, instinktin, logjikën e ruajtjes më të fortit të llojit? Çdo ditë e kurrëzuar nga Lucio është një ditë e marrpeng, një ditë e rrëmbyer. Sa libra që nuk lexohen dhe nuk shkruhen, sa udhëtime që nuk ndërmerren, të tjera, sa çështje tjera që nuk zgjidhen, sa maja që nuk kapen, sa deficite emocionale të cilat nuk arrihen të mbushen, sa mosbarazi në vëmendjen që i kushtohet hallkës më të dobët. Si kombinohen emocionet, ndjenjat me arsyen dhe në rastin kur njeriu duhet vendos në emër të fëmijës tij, së pari për një përshpejtues në zemër, së dyti për shkollën, së treti për vendin ku do jetoj, së katërti, së pesti, së gjashti, së shtati, së 100-ti për çdo gjë dhe gjatë gjithë jetës. Këto
Këto pyetje më kanë stërmunduar për shumë ditë, nete, vite dhe jam mirënjohëse të gjithë miqve të mi, mbi të gjitha Marius DeVos, Gary Carter dhe John Moon, të cilët më janë përpjekur të më kuptojnë e të ndajnë me mua aq sa kanë mundur. Nëse lindja e Lucios është një anomali, mbajtja e tij gjallë është një anomali edhe më e madhe, e cila mund të ketë kuptim vetëm nëse cilësia e jetës së njerëzve që e rrethojnë atë nuk keqësohet, dhe vetëm nëse Lucio dhe ne nuk do të vuajmë nga ekzistenca e tij. Besimi e tij tek ne është i pafund, prandaj dhe përgjegjësia për mirëqenien e tij është e pafund. Me që kemi bërë gjithçka që ta mbajmë në jetë, që të lodrojmë midis nesh si një qingj i lumtur, atëherë le ta gëzojmë. Arsyeja 5. Çfarë ndroi me kalimin e viteve dhe sidomos me futjen e Mariusit dhe Gerit në jetën tonë? Është niveli i gëzimit dhe i të bërit të gjithës relative. Dera te rezor se qeshnim apo bënim humor me ecjen e Lucios për Pinoku, me sytë që kur lodhet ende i shkojnë shtrembër, me pasionin e tij për muzikën, për pellgjet me ujë, për diskjet, fjongot e letrat plastike. Të gjitha këto që në fillim nuk na gëzonin, nuk na e mbushnin syrin, sepse ne kërkonim më shumë. Kërkonim djalin e talentuar me 4 emra, që do të fliste 4 gjuhë, që do të bëj avokat si thoshte Jati. Ne nuk mund të ngushëlloheshim me asgjë tjetër që dukej aq kot, aq pa vlerë, aq patetike. Life is what happens while you're busy making other plans, ka thënë John Lennon. Lucio ka mësuar të ecë, të vrapoj, të qesh, të shikoj në sy, të pus, të dëgjoj, të t'jap dorën, të mos talshoj, të tregoj atë që do, apo atë që nuk do. Të zëmrohet, të qaj, të përgdhelet, të luaj. Çdo gjë përsëritet 1000 herë dhe ndodh me një ngadalësi të jashtëzakonshme. Ndoshta trajnimi më i mirë që mund t'i bëjë një njeri durimit. Dhe me po të njëjtin ritëm dhe qëndrueshmëri, unë kam pranuar e kam filluar ta dua këtë Lucion e vërtet, këtë Lucion me 100 sfida. Dhe jo vetëm ta dua, por dhe të gëzohem që na kishte rënë ky në hise dhe jo një tjetër. Dëshira për të ndihmuar e kuptuar e gëzuar këtë fëmijë, dëshira për të komunikuar me të dhe në emër të tij, ka bërë që deri tani ne dhe miqtë tanë të ngushtë të kemi shkruar libra, të kemi vënë në skenë pjesë teatrale, të kemi kompozuar muzikë dhe të kemi bërë ekspozita fotografike dhe punë artizanale o dedikuara Lucios o një me personazh kryesor Lucion. Lucio si fenomen, si frymëzues veprash artistike, studime shkencore, Lucio në optikën e disa fotografëve shumë talentuar. Kur tregova miqve të mi që do të vi të flas këtu përpara jush për Lucion, shumë prej tyre më përgëzuan dhe disa u çuditën. Sepse megjithse gjua shkon atje ku dhom zëmbi, prap ideja që me dëshirën time do të ndaj me ju këtë histori kaq personale është gati pa imagjinueshme. Dëshira për të ekspozuar veten, kështu të kryqëzuar, është e dhimbshme. Sepse ti nuk parashkruan për Lucion, më tha Marius i menduar. Vërtet nuk shkruaj shumë dhe ndoshta asnjëherë nuk do të shkruaj kthjellët për Lucion, sepse nuk kam distancën e nevojshme për të bërë art me jetën e tij. Lucio është ende një pikë e madhe loti që nuk thahet. Realiteti me Lucion është shpesh i vrazhd dhe me trysni të rëndë. Po her pas here, midis vargjesh e tregimesh për marrëdhënien njerëzore, qërë kokën një fjalë, një varg, një vjersh, një rrëfim i brisht për të. Le të mbetet kështu. Unë sot kam arritur të ndaj me ju rrëfimin tim më të rëndësishëm të viteve të fundit të jetës time. Rrëfimin tim për Lucion dhe me Lucion, i cili përpiqet të mbetet mes nesh dhe na edukon për ditë me durim, mençuri e mirësi. Jo çfarë shkruajta me rastin e 10 vjetorit të lindjes tij, për ata që vetëm e luajnë dhe e dëgjojnë Bachun. Teksti, emri i poezisë është Lojë në shqip, në anglisht është Dancing to Bach, që i ka dhënë dhe titullin të prezantimit. Lojë. Po shkon dhe ky nëntor me dritë të venitur, materie gritë të shtuar, si një imazh të përsosur rezonance magnetike. Në këtë përvjetor të lindjes tënde, së bashku frym që rri tortash dhe vallëzoj me muzikën e Bachut. Koha shtriqet si mace dhe dremit pranë zjarrit. Një putur gjumashi i ka mbetur pezull në ajër. Përpara se jo të bjerë mbi kuvert, kam ngulitur në kujtesë për vete dhe për ty. Radhën e këngëve të ditës, radhën e filmave që kemi parë në YouTube,
copën e bananes së fshehur, midis një cope kiwi dhe lule shtrydheje, pirunin me bisht të bardhë, jelekun e vogël të kuq, profilin tënd të munguar, guitjen si plum. Të gjitha të thjeshta e njëkohësisht ndërlikuara, si nyje të shiritave që mban në përduar. Koha, një masë që gërhin e ndërron se si luan me ty, një e gërvishtur pa dashur në faqe, është e vetja dëshmia e lojës